Presidenti i SBA-s Donald Trump ka njoftuar ditën e sotme se hapësira ajrore e Venezuelës do të mbyllet plotësisht. Në një postim në Truth Social, Trump shkroi: "Të gjitha linjave ajrore, pilotëve, kontrabandistëve të drogës dhe trafikantëve të qenjeve njerëzore, ju lutemi të merrni parasysh se hapësira ajrore mbi dhe përreth Venezuelës do të jetë mbyllur plotësisht." Javën e kaluar, Administrata Federale e Aviacionit e SBA-s paralajmëroi linjat ajrore kryesore për një situatë potencialisht të rrezikshme, kur fluturonin mbi Venezuelë për shkak të përkeqësimit të kushteve të sigurisë dhe rritjes së aktivitetit ushtarak përreth vendit. Venezuela revokoi licencat e operimit të 6 linjave ajrore kryesore ndërkombëtare që kishin pezulluar fluturimet në vend pas një paralajmërimi nga Administrata Federale e Aviacionit e SBA-s. Ushtria amerikane ka vendosur forca në Karaibe në muajt e fundit mes përkeqësimit të marrëdhënieve me Venezuelën për të luftuar atë që e quan në rol të presidentit Nicolas Maduro në furnizimin me drogë të paligjshme që kanë vrarë amerikanët. Maduro i mohon akuzat dhe thotë se presidenti i SBA-s Donald Trump por kërkon largimin e tij. Disa linja ajrore të huaja kanë ndaluar tashmë fluturimet për në Venezuelë ditët e fundit. Autoriteti i aviacionit civil i Caracasit u përgjigj duke revokuar licencat e Iberias së Spanjës, TAP-it të Portugalisë, Aviancas së Kolumbisë, Latamit të Kilit, Golit të Brazilit dhe Turkish Airlines të Turqisë. Trump paralajmëroi gjithashtu se sulmet toksore do të fillojnë shumë shpejt. Telefonata drejtuar Maduros dhe kërcënimet. Presidenti amerikan vazhdon të ecë në dy rrugë paralele, me kërcënimin e ndërhyrjes së menjëhershme në territorin e Venezuelës, por edhe me rrugën diplomatike për një ndryshim të mundshëm të regjimit të Caracasit. Gazeta New York Times zbuloi se Trump foli në telefon me presidentin e Venezuelës Nicolas Maduro javën e kaluar, duke diskutuar mbi mundësitë e një takimi ball për ball në Shtetet e Bashkuara. Duke cituar disa burime të njohura me çështjen, gazeta shtoi se ky është një takim i parë midis dy udhëheqësve, disa ditë pas telefonatës e cila u zhvillua në praninë të sekretarit të shtetit Marco Rubio. Departamenti i shtetit të hënën e caktoi Cartel de los Soles si një organizatë terroriste të huaj, të udhëhequr nga vetë Maduro. Falje për ish presidentin i dënuar për rishfet dhe trafik droge. Megjithatë, lufta kundër trafikimit të drogës e Trump në Amerikën Latine nuk është pa paradokse. Dje Shtëpia e Bardhë njoftoi qëllimin e tij për të falur ish presidentin e Hondurasit, Juan Orlando Hernández, i dënuar me 45 vite burg në vitin 2024 nga një gjykatë e Manhattanit për marrjen e miliona rishfeteve dhe drejtimin e vendit të Amerikës Qendrore si një shtet trafiku droge në bashkëpunim me Joaquin Guzman, i njohur si El Chapo, ish udhëheqës i famkeq i kartelit meksikan Sinaloa. Lajmi i cili qarkulloi vetëm disa orë pas telefonatës së publikuar midis Trump dhe Maduro, forcoi hipotezën se udhëheqësit venezuelian i ishte premtuar gjithashtu një fund i ngjashëm, rrëzim nga detyra dhe arrestim, disa vite para burgim në SBA dhe më pas liri.